A është e vërtetë se mëkati shumë fishohet në Ramazan ashtu si veprat e mira? A ka ndonjë argument për këtë çështje? Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesudi kanë thonë se në Ramazan, në kohët e bekuara, ma unë men, dhe këtu anë rahmeti Allah, a mos sot vish me morë që këta në bolën, si ju duhet më kërgjon që kini janë. Në kohën e bekuara, me vendet e bekuara, shumë fishohen veprat, me sasi dhe me cilësi. Që do me thonë kjo? A banë me ndahë në thjeshtu. Vepra, të Allahu Azza wa Jalla, një vepër ku të banjsh, bëhen 10. Të në qeja 10, bëhen 20, 30, apo 700, Allahu shumë fishon. Numër. Një e banë, 700 Allahu të shku. Pse 700 në Ramazan, jesh Ramazanin i 10, për shka kësa në shku e bekuar. Kjo në sasija. Dhe cilësia, është për shka këse Allahu Azza wa Jalla, lojnë i ibadeti që ja banë sot, Zotit tanë në Ramazan, nuk është sikur që ja banë jeshtë Ramazan. Edhe peshon maran të Allah. Veprat e mira. Veprat e këqija nuk ka argument që në Ramazan shumë fishohet sasi. Një e banë, një që kruhet. Amo shumë fishohet të rëndësia. Gjunojnë që ja banë Allahut në Mekke, njëjtë në gjunojnë. Dhe që ja banë Paris nuk janë njëjtë. E kuptu? Do dhe gjunojnë që ja banë Allahut një, amo ma i ronë. Në Ramazan ku që ja banë, një cigare e pi, nuk kanë sikur jashtë të Ramazani me pi një cigare. Përshka këse në kohë e bekua. Amo nuk e shkrun Allahu gjunojnë ma shumë se një. Allahu nuk banë zullum. Kush e ka thonë këta? E ka thonë Abdullah ibn Mesudi dhe Abdullah ibn Abbasi. Po ashtu dhe thot Ibn Qayyim. Nga e kanë bazu këta argument? Dhe thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wa man yurid fihi bil had bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim." Kush tenton ta bëjë dëni zullum, dëni padrejtësi, dëni gjuna në Mekke, ne do t'ja shijojmë ati ndëshkimin e dhemshëm. E ka shtuën dozën e ndëshkimit, ama nuk e ka shumë fishu. Rahmetin Allah të të të. Pra atë Allah të ka thonë, men gjaj bil hasana, felehu ashtu amthalja. Kush e ban një të mirë, Allahu ja shumë fishon, ja ban 10. O men gjaj bi sejjetin fela yujza illa mithlaha, wa hum la yudhimun. Ndërsa ku se ban një të keqe nuk ja shkrujmë, apo nuk e ndërshkojmë vetëm me një. Në Ramazan, në Mekke, në Medine, kohën gjitën e gjumo, kohët e bekuara, gjunoj shkruhet një, vetëm se ditën e gjumo nuk kanë sikur ditën e shtu. Për shka këse ranohet gjunoj? A di përse, se ti jo vetëm që e ke morë në përkom urdin e Zotit tënë, po ti gjithashtu e ke nënvlerësu kohën e bekuar të Zotit tënë. Ama Allahu për rahmetit të ti, së në të shkujnë ti një me të abonë në Ramazan 10. Para me dojë një namaz në qabë 100.000. Ama një gjuna nuk të shkujnë 100.000. Ama të ranon gjunonë. Para të sahabët, kur mishin në kujtohet dhe në disa transmitime, sahabët kur bëjshin zavrakëllëk fëmit e tyre, shka i mishin, i qishin në Rafat jashtë haremit edhe ja kërkishin dajak, të në këta ishin të mas. Thë ishin se në harem mos li rrejmë për çka këse e cenojmë shenjë të rinë e haremit. Para të vëlledhë të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall në ka të regu neve se Allahu Azza wa Jall nuk e shumë fishon gjunojnë në Ramazan, mirë po e rëndon.